Policia e Kosovës nuk po mund të mbetet imune ndaj ndërhyrjeve të jashtme apo edhe aktorëve politik. Kështu të paktën vlerësojnë studiues dhe njohës të çështjeve të sigurisë. Megjithatë këtë, policia prap shihet si institucioni profesional, pavarësisht se ka ende hapësirë për të përmirësuar. Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se në policinë e Kosovës ka pasur raste kur ka pasur ndikim të jashtëm në polici. Madje ai përmend disa nga ato. Që ka pas elemente ku do thotë ka pas ndikim politik në polici, ndikim të jashtëm, ndikim do thotë nga ata që nuk duhet të ndikojnë. Ka qenë vitin kaluar raste për shembull ndërhyrjes policisë në protestën e 28 nëntorit 2015, ku do thotë ka pas shqetësime bukur serioze që do thotë policia nuk e ka analizuar mirë situatën. Ka raste tjera, ka qenë raste për shembull i dy policëve në Prizren, të cilët u suspenduan për shkak se e gjobetën një ministër për shkak se kishte parkuar veturën në vend gabum. Ai ishte do thotë fallojnë ndërhyrje nga ana e qeverisë. Burim Ramadani, njohës i çështjeve të sigurisë, thotë se në policinë e Kosovës nuk e shet tërësisht në diktatin e partive politike, por sipas tij, ky mekanizëm i sigurisë ende ka hapësirë për të profesionalizuar. Duhet jenë në profesionalizëm të plot. Unë nuk e shoh policinë e Kosovës si totalisht në diktatin e partive politike, por në njëjtën kohë besoj se policia e Kosovës ka shumë vend për të profesionalizuar dhe për të qenë plotësisht neutrale. Kurse Drizan Shala thotë se policia e Kosovës është profesionale, por se ky institucion nuk përjashtohet nga ndikimet politike. Policia e Kosovës është profesionale. Mund të themi që çdo kund ka ndikime politike, po nuk ka ndikime politik nuk shkon deri te polici thjesht, po diku qëndron te hierarkia e lartë, ku është çdo normal si politikat këtë ndërhyrje të saj. Në përgjithësi vlerësohet se policia e Kosovës e kryen mirë punën e saj, mirë po duhet të eliminohet ndërhyrjet e jashtme mbi të.